Moza, ti çfarë mendon për këtë përplasjen e vajzave? Unë mendoj që ajo që i ka bashkuar këto të dyja në hyrje, që na dha idenë që këto janë shoqe, ishte fakti që këto e kanë parë fermën nga jashtë, kanë parë disa insinuatat personave të caktuar, dhe me atë revoltën e përbashkët bën hapin e parë për bërë spacio pra një hapësirë për vete. Në këtë moment mbyllet pjesa ose introduksioni, pra prezantimi i këtyre këtu, dhe fillon jeta. Fakt është që aty ku fillon jeta, kemi një Kostana e cila kërkon të futet në relacione. Lëre këtë të Sarës, sepse Sara hyn ke përshtypja jashme konflikti me Sarën. Ndërsa në brendësinë e fermës, shikoj që Ana është një vajzë që merr, jep, përpiqet të punoj, të gatuaj, është njëri që funksionon. Nuk është njëri për shembull që thotë që unë do punoj kur të më teket mua. Detyrat i kryen me shumë korrektesë. Ajo që më bën përshtypje, më ka bërë përshtypje që mbrëmjen prajmin tjetër, është që kjo vajzë ka një kulturë dhe një strukturim ose artikulim shumë rigjid, i thonë i rrudhur, do me thonë që e ndërton shumë mirë frazën, e ndjek argumentin dhe unë besoj që do shikoni dhe surprizat të tjera nga arsyetimet e kësaj vajze që me sa di unë është gazetare. Dhe mendoj që konflikti është i vërtet, mendoj që Zhaku ka një gjendje psikologjike të paksa të irrituar, ka nevojë ndoshta edhe për një bisedim, nuk dua të thënë psikolog, se ajo e konsideron ndoshta edhe si fjalë fyse, po për një bisedim që ne jemi këtu për të bashkëjetuar dhe duhet patjetër të ndrojë qasje, ndryshe është shumë e vështirë. Si për ne, si për ata. Zhaku, çfarë mendon për këtë që thot Moza? Janë mbledh një këtuf manipulatorësh, mashtrusësh, gënjeshtarësh, servilësh, të pabesësh, që janë bë patericat e njëri tjetrit, po mua kjo që më frymëzon edhe më shumë, kështu që me që jam hien, dje isha hynesh, sot jam hienesh. Ja, të regoj unë qevin këtyre të gjithve, kaq. Shiko, me këtë gjuhë edhe ne pastaj do kemi reagim tjetër dhe do më vi shumë keq që do bëhemi sebeb që do dalësh jashtë. Ta të regoj unë qevin, dhe ty, po do të shikosh ti me këtë gjuhë se çfarë qefi do na tregosh, po shumë turp që ti, ndërsa të mbrojnë komentatorët, jo insinuata ndaj me. Më fal të mbaroj, të li insinuata. A mund të mbaroj? Bu më i mami qa po këngët që bëj unë, lëri më i këndoj vetë. Bu më i mami qa a mund të mbaroj? Mund të mbaroj. Ajtë se ta të regojnë që. Mbaroj. Them edhe njerë që nuk duhet asesi t'japim këto lloj modelesh, aq më tepër në gjendje fare të qetë, në një raport të qetë tash i arsyetojmë. Nuk të kam shkel as majën e gishtit, as unë po të them, ki kujdes, më tregon ti mua qefin, po ti se njeh qefin tim, ti si e fare në atë zonë, kupton? Që të më tregosh ti qefin parë, duhet ta njofësh njëherë. S'ke kapacitet, duhet marrosh disa shkolla, Zhaku, se ke ngel mbrapa, më fal. Etikën e ke bërnut. Të ka hecë dhe ti e di se si të ka hecë. Nuk të ecë më. Nuk të ecë më. Jo vetëm në fermë, po edhe jashtë s'ka për të ecë më me këtë mendje. Ja, këtu do jemi. Do më kujtosh. Edhe ti. Malu, mbyte nga ty mi im. Unë jam e sigur që do të keni mundësin që të flisni, diskutoni, ndoshta me qetësi dhe të kuptoni më mirë se cilat janë hatërbetjet edhe cili është ngërçi realisht edhe kush ka gabuar ku. Ajo që unë do të kërkoja për jush është jemi pak kujdesshëm me termat që përdorim në lidhje me shëndetin mendor, në lidhje me ilaçet, në lidhje me spitalin psikiatrik, psikologun. Jemi kaq shumë të pakujdesshëm ndonjëherë se si shprehemi për një temë kaq delikate dhe ka kaq shumë të rinj të gjitha që na ndjekin. Arbana, ato që thot ajo janë kërcënime, ta rregulloj unë ty, ta bëj unë ty. Këtu nuk kemi dëgjuar asnjëherë këtë lloj rrugaçërie se kam dëgjuar nga asnjë. Kritikohet, po kritikojnë fjalë. Kjo është rrugaçëri psikologjike. Publikisht e them. Ajo që ka bërë me mua. As nga mishkujt më cinik këtu se kam dëgjuar fjalorin e rrugaçërisë së kësaj femre. Publikisht ta them. Më lejo dhe mua, tani unë jam dakord të mendohem më gjatë para se të shprehem.
nëse do përballen me situata të tilla, por situatat me cilat unë jam përballur janë situata dhunë psikologjike, dhunë emocionale, kërcënim. Tani ju, dakor që do t'i vini kritik fjalëve që unë kam përdorur, por ju lutem për pesh, vërini kritik dhe dhunës dhe kërcënimit, që të kemi një baraspeshim. Absolutisht. Unë me të drejtën jam e shokuar nga ajo që dëgjoj nga Zhaku, jo që ja thot një fermeri, po që ja thot një njeriu, do ta tregoj unë ty, nuk është një gjë e bukur për të dëgjuar, me thënë të drejtën. Është gjatë gjithë kohës. Ka shi askujt, jo më në një televizion. Janë shumë të padrejtë. Dhe akoma më tepër nga një njeriu që është minimalisht krijojnë insinuata, krejt të pa baza. Nuk i kam sulmuar asnjëherë, kam ardhur dhe i kam trajtuar me respektin dhe dashamirësinë më të madhe. Janë manipulator, shfrytëzojnë çdo lloj gjë e keq, trajtojnë dhe e gënjejnë sy për sy, sidomos Moza dhe Kostara. Janë dy dhunuese që ankohen për dhunën. Do të thënë se kuptoj. Dhe edhe gjithë tjerët, po këta tjerë... Ja, vazhdon. Kush e ditë në kërcënosh muami? Vazhdon. Gjithë juve mund t'jetë shumë shokuese, po ky është qëndrimi im. Jo, unë qëndrimin tënd edhe e kuptoj që je mërzitur, e kuptoj që je zhgënjyer, e kuptoj që dëshiron që të tregosh fytyrat e vërteta të këtyre fermerëve. Të gjitha i kuptoj, po nga këtu tek do ta shikosh se çfarë do të bëj, është e tepërt, e kalon cakun. Dhe shumë njerëz kanë përfituar nga unë, nga puna ime, nga kariera ime, janë mos me njohësi dhe gënjejnë. Dhe meritojnë, mbase të proj kur them ta rregulloj unë qefin, po do ja rregulloj më vërtet. Dëgjoj. Arbana të lutem kam mundsi. Më fal, këneta ku ke pluskuar ti zotrote, ka mbaruar. Ti nuk e për të pluskuar më, me këto lloj etike dhe me këto lloj sjellje barbare. Je barbare komplet. Po e di çam bëri dje. A e ka dje çam bëri, më thot mua barbare. Qa të bëra dje? Qa bëra dje, zonja? Qa të bëra, moj? Si o dhe dje si gjellë. Që të budalaqe. Po qa po të e ti? Po shaj po ma o dhe që dorë. Se budalaqe. Ma o që dorë. Më dole para ftyrës. O zonja, qa po flisje ti? A ban mën qa po flisje? A ban mën qa po flisje? Diskutoje ti karierën time. Shko moj bëj shkollë, se sa që je ti, unë kam vite shkollë. Zonja, Mimoza Ahmeti. Je fare. Po je bërë fare. Pikë pari do doja të qetësohesh pak sepse nuk ju shikoj do të kaj shumë të nervozuara. Do doja Moza qetësoj, Zhaku qetësoj. Edhe gjunaf, shumë gjunaf në vjen për Turpi zoti. Më gjunaf nuk Nga ka. kërcënon ti publikisht. Po, jo publikisht, Po, stër publikisht. Po do ta shofësh. 2 miliard Po herë do ta shofësh se çfarë 10 miliard herë përfundimesh do kesh nga kjo sjellje, do ta jemi. shofësh shumë shpejt, do Këtu do jemi. ikësh nga ferma Po, shumë shpejt. po, Mbaj ashtu do. mend, Këtu do jemi. se është publiku shumë i fortë. U bëre ti. Po bravo, dhe erdhi me fyrje pa i bërë gjë fare. Erdhi me fyrje pa hyrë fare në relacion, ka për 2-3 fyrje dhe i kam anashkaluar. Ja ka hapur Frita ai Gaj, kolegë, jo ai ka aga hapur prit një se do gropa. bashkëpunojmë, do bjeri, do ashu, mazalla. Tashin që ofse ke problemet e tuja dhe streses ti ka borë njëri. Problemet e Vetëm ti, kërcënimi tjetër ishte do ta shohësh kur dalësh jashtë. Arbana të lutem mund Që ankohen për mund të dhunë. shtoj diçka të lutem. Një sekond, sepse dua të kuptoj pak të situatën e Zhakut, sepse është pak Te Zhaku është kam pak diçka për të shtuar. është pak më e rëndë se ç'mund t'ju duket. Pra, realisht dua të kuptoj. Zhak, çfarë të ka mërzitur kaq shumë që ty të çon në këtë gjendje, sa ti thuash dikujt kushdo qoftë ajo, po akoma më tepër që është Mimoza që ti kishe atë lloj vlerësimi, Po, dhe ti ajo bësh më ka këto fyer lloj më shumë. Ajo më ka lënduar më shumë. As fare. Me mënyrën se si manipulon, krijon insinuata S'është ndaj vërtet meje. fare, është përpjekur 100 herë Keq të krijojë interpreton marrëdhënien, komplet të të vërtetën. rikrijon. Po Zhak, po nga historinë këtu tonë, bashkëpunimin do ta tonë, shohësh ti lidhjen se tonë. çfarë do të bëj këtu dhe jashtë, është një ekstrem. Se duhet të shkosh në ekstrem, nuk e kuptoj. Ti që je gjithë kjo vajzë, e kultivuar, e zgjuar, e lexuar, se duhet të shkosh në ekstrem. S'ka gjuhë tjetër me këtë Arbana. S'ka gjuhë tjetër Jo. me Moza Ahmetin? Jo. S'ka. Me thënë drejtën, më duket një nga njerëzit më të arsyeshëm që merresh vesh. Jo, nuk është. Jo? Është manipulatore e frikshme. Është njeriu më manipulator, Po, më gënjeshtar, më fyti, gënjen mua në sy, krijon insinuatat pa drejta, të gabuara ndaj meje. Të gjithë këta janë bë patericat njëri tjetrit. Po ç'porica o goc?
Gjithsesi, unë do vazhdoj këtu dhe do Se Arbanda mbaron muhabetin këtu. Kërkon protagonizëm në mënyrë të Kërkon dhunshme. vetëm një lloj antagonizmi të Mozës dhe asgjë tjetër. Kërkon të bëj antagonisten e Mozës, Ilir? Po. Po, për këtë arsye dhe më sulmoj mua të parën, sepse ka kuptuar që debatet me Mozën i kanë bërë unë dhe ka dashur që skenari me Kostanën është mos e i Arbana, do ta qartë. mbyll me diçka që ta di dhe mirë kjo çfarë di unë. Shoqëria shqiptare është shumë fragjile dhe mund të bësh me të lloj pislliku. Ajde, bëll fillove nga populizma tani, sa njeri ju kam qar vetëm dhe jam vetëm prap me një smur në këtë shoqëri. I bën gjitha llogarit kjo. Që ke ato gjëra që ti bëj, që ke burrin, që ke gjitha i bën llogarit, që kërcënon. Se s'ka ku ta gjejnë asnjë mënyrë arsye që kjo tjetë kaq si plasur me mua, kjo s'ka ku ta gjej arsyen dhe të më përfroj publikisht. Shkon moj se i len nable. Shumë e lënduar. Shumë e pa turpshme fare. Po qa të mvi zorë, moj qa s'kam duru, gjithë fjallët e tuja i kam duru. Pas kam thonë një budallaj që kur më thoje që karriera jote ka rali dërsia, ka rali erdhe aty, më kise ke kjo. Qa të thoja mi, hik moj budallaj që tash, ka që s'kam thonë. Qa s'ke thonë dhe ropë të shpis mi ke shakot. Qa t'kam bërë moj, qa t'kam bërë moj. Moj gjeloze, qa t'kam bërë moj. Po gjeloze për vdekje, më shef nga gjitha cepat, kur ri, kur qesh, kur gëzoj. Më shef, je bo fantazëm moj, kupton. Ndro moj stacion sa është herë, ndro. Në regu dhe ma tunda të kokën. Po ik moj zhak se ka maru koha jote. Nuk bëjnë më me gjëra tjera ato gjëra që do me boti. Ka hik ajo ko, mbaj e Ka hik ajo ko, shumë e vërtet, bravo. Ka hik ajo. Ta njëri kur ishe të bonot. Ta tha. Me këtë monezë, s'kam qa të të bëjnë. Vazhdo. Moza, Ka një javë që pres me u bo njëri. Zdo. Vazhdo. Moza, Po. do vish me mua zemër një moment të agaj të lutem? Shko, mos. Eja. Kujdes mikrofon. Ku po shkoni? Jo, me ja, po qohemi qik në Më mbyll një lidhjen tek arena dhe ju lutem mundësoni lidhjen vetëm tek agaj, duhet flas pak me Mozën.